Allahu i lartësuar nuk ka caktuar obligime ose rregulla vetëm se dobia i kthehet njerëzve. Ndërsa dobia e zakatit, subhanallahu, zakati është adhurim asisoj që dobit janë të shumë feshta. Prej dobive kryesore që kthehen te dhonsi i zakatit, është se Allahu janë nxjerr kooperacinë ose mashallëkun. Sepse kur do të flasim tash për detajet se sa ka lyp Allahu, çfarë pasuni ka lyp, është që Allahu nuk është i interesuar më na i marr pasurinë. Është i interesuar më na i nxjerr, më na i nxjerr ta mashallëkun prej zemrës. Kjo do të thonë që ja pastron zemrën prej vesit të kooperacisë, dhonsit. Pastaj dobit shoqërore është se zakati kur jepet, kur xirret, i kthehet shtresave nevojtare, pastaj solidarizim me fukarat, pastaj edhe të varfrit më nuk e ndin shumë atë dallimin e madh. Dikush ka jesën qiell me pasuri tjetër ka me të për të ka jesë interesuar. Do thënë afrim pak a shumë shtresave. Afrim mes shtresave, forcimi i lidhjeve, vëllazërisë e kështu me radhë, po gjithashtu edhe domethënë dobi ekonomike për arsye se përmes zakatit mundet forma të ndryshme të investimeve që mundën më bë edhe shumë të varfër përmes këtij programit, pastaj më u kthy në njerëz që mos kanë nevojë për zakat ose janë të varfër për zakat. Edhe me dhënë zakatin edhe në kontribut shoqëni.